Nëse keni nevojë nga Allahu i madhëruar, atëherë filloni duke kërkuar bekimin e tij për të dërguarin e tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të dhe pasardhësit e tij. Pastaj lutuni për nevojën tuaj. Në këtë thënie, Imam Aliu na këshillon për mirësjelljen e duhur të lutjes drejtuar Allahut. Ai na udhëzon që kur kemi nevojë ose dëshirë nga Allahu, duhet të fillojmë duke kërkuar bekimet e tij mbi të dërguarin e tij, profetin Muhammed. Ky akt i dërgimit të bekimeve mbi profetin Muhammed njihet si salavat. Është një mënyrë për të treguar respekt, dashuri dhe mirënjohje ndaj profetit dhe kërkimit të ndërmjetësimit të tij tek Allahu. Imam Aliu na këshillon që lutjet tona t'i fillojmë duke dërguar bekime mbi profetin Muhammed, përpara se t'ia paraqesim nevojat tona Allahut, edhe atë për çdo gjë që dëshirojmë ose kërkojmë në jetën tonë, qoftë kjo e lidhur me çështjet tona të kësaj bote apo për mirëqenien tonë shpirtërore. Ky udhëzim i Imam Aliut është në përputhje me mësimet e Kuranit. Allahu i urdhëron besimtarët që të dërgojnë salavate mbi profetin dhe mbi familjen e tij në surën Azab, ajeti 56. Vërtet, Allahu dhe engjëjt e tij me madhërim e bekojnë pejgamberin: O ju që keni besuar, lutni Allahun t'i jap bekimet e tij dhe luteni Allahun t'i jap atij paqen. Imam Aliu shpjegon më tej se Allahu është tepër bujar për të pranuar njërin nga dy kërkesat që i janë bërë atij dhe për të mohuar tjetrën. Kjo nxjerr në pa bujarinë dhe mirësinë e pamast të Allahut kur dërgojmë bekime mbi profetin Muhammed dhe pastaj ia paraqesim nevojat tona Allahut. Mund të jemi të sigurt se Allahu nuk do ta refuzojë lutjen tonë. Ai ose do ta plotësojë kërkesën tonë, ose do ta zëvendësojë me diçka më të mirë për ne. Ky koncept është ilustruar bukur në Kur'an, në surën Bekare, ajeti 186. E kur robërit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër, unë i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më thërret mua, pra le të më përgjigjen mua me bindje dhe le të më besojnë mua që të udhëzohen. Allahu na siguron se ai është afër dhe u përgjigjet lutjeve të robërve të tij. Kur ndjekim udhëzimet e Imam Aliut dhe e fillojmë lutjen tonë duke dërguar bekime mbi profetin Muhammed, ne po tregojmë bindjen dhe besimin tonë në Allahun dhe mund të jemi të sigurt se lutjet tona do të marrin përgjigje. Si përfundim, kjo thënie e Imam Aliut na mëson etikën dhe rregullat e duhura të lutjes drejtuar Allahut. Duke dërguar bekime mbi profetin Muhammed dhe mbi familjen e tij të pastër, përpara se t'ia paraqesim nevojat tona Allahut, ne në këtë mënyrë i ndjekim udhëzimet e Kuranit duke kërkuar ndërmjetësimin e profetit Muhammed. Ne gjithashtu po e pranojmë bujarinë e Allahut dhe besojmë në përgjigjen e tij ndaj lutjeve tona. Allahu na i pranoft lutjet dhe na dhënë mundësinë që gjithmonë të kërkojmë bekimet e tij tek profeti i tij i dashur.